Për herë të tretë radhazi, Cristiano Ronaldo është shpallur atleti më i paguar në botë. Edhe pse ka kaluar moshën 40 vjeçare, ylli portugez i futbollit vazhdon të thyejë rekordet e të sigurojë të ardhura marramëndse brenda dhe jashtë fushës së lojës. Gjatë 12 muajve të fundit, duke përfshirë pagën e klubit futbollit në Arabinë Saudite dhe fitimet nga bizneset personale, Ronaldo ka arritur të mbledhë rreth $275 milion. Në historikun e të gjitha kohrave, vetëm boksieri Floyd Mayweather ka fituar më shumë në një vit të vetëm, me $300 milion në 2015 dhe $285 milion në 2018. Në renditje në vitit 2025, Ronaldo ka një diferencë prej $119 milion ndaj atletit dytë më të paguar, mbrojtësit të Golden State Warriors, Stephen Curry. Së bashku 10 atletët më të paguar këtë vit fituan $1.4 miliard, një shifër pak më e lartë se $1.38 miliard të vitit kaluar, duke shënuar totalin më të lartë që nga krijimi i listës së Forbes për atletët në 1990. Ky vit shënon gjithashtu vetëm herën e dytë që secili prej 10 atletëve më të paguar fiton të paktën $100 milion pas vitit 2024. Madje kampioni i boksit Alexander Usyk, $101 milion, dhe lojtari i golfit Jon Rahm, $100 milion, arritën këtë shifër historike edhe pse nuk u renditën brenda top 10-s. Lista e atletëve më të paguar për vitin 2025. Cristiano Ronaldo, $275 milion. Steph Curry, $156 milion. Tyson Fury, $146 milion. Dak Prescott, $137 milion. Lionel Messi, $135 milion. LeBron James, $133.8 milion. Juan Soto, $114 milion. Karim Benzema, $104 milion. Shohei Ohtani, $102.5 milion. Kevin Durant, $101.4 milion.